Baret nuk maj më rrisin çmimin e kafes 4.7 më shumë në prill. Kafeja, zakoni preferuar i shqiptarëve, po rrezikon të kthehet në produkt luksi me rritjen e shpejtë të çmimeve. Të dhënat mbi inflacionin tregojnë se çmimi i kafes dhe kakaos pësoi rritje vjetore me 4.7% në prill. Ky ishte niveli më i lartë i rritjes që nga shkurti i vitit 2022. Çmimet e kafes kanë pësuar rritje më të fortë në zonat më të frekuentuara të Tiranës, ku një filxhan kafe ka kaluar në 1.200 lek, ndërsa në periferi çmimi mesatar ka arritur 80 deri në 100 lek muajin e fundit, nga 70 lek që ishin në fillim të vitit. Arsye kryesore lidhet me rritjen e çmimeve në tregjet ndërkombëtare dhe në anën tjetër rritja e konsumit nga turistët. Çmimet e kafes janë rritur me shpejtësi në tregjet globale, sidomos vitin e fundit prej uljes së prodhimit në Brazil. Gjithashtu rritja e kostove të transportit pas pandemisë ndikoi negativisht çmimet me pakicë në Shqipëri. Situata u përkeqësua më tej gjatë 2024-s, kur furnizimet nga Afrika Perëndimore u tkurën për shkak të kushteve ekstreme të motit dhe sëmundjes që përfshin bimët e kafes dhe kakaos. Efekti i çmimeve të larta po reflektohet me ngadalë në tregjet shqiptare me pakicë. Në vitin 2016-2019 pati rënje të çmimit kafes me pakicë në vendin ton me rreth 1.5% për shkak të tepëricës së prodhimit botror si dhe konkurrencës madhe në tregun vendas, ndërsa gjatë vitit 2020-2021 çmimet nisën të rriten nga problemet logjistike që krijoi pandemia me transportin dhe zinxhirët e furnizimit. 1 kilogram kafe u importua në mars 2025 me 693 lek kilogrami, me rritje 19% nga marsi 2024, ku 1 kilogram kafe u importua me çmimin e 582 lek.